të ne tutje, ne si kom, që kemi jetu në Kosovë dhe që jetojmë Kosovë, kemi qenë të shtypur, kemi qenë të vujtur, të privum nga çdo drejt, e qytetorit lirë të Evropës dhe të botës. Prandaj ne si popull i vujtur, nuk ja dëshirojmë vujtjen as një populli tjetër, dhe nuk i gëzojmë vujtjeve, urisë, as mos shkollimit të popujve të ndryshëm. Ne jemi popull që kemi vujt shumë, prandaj nuk ja dëshirojmë vujtjen askuj. Dhe shqiptarët janë më tolerant se sa të gjithë popujt tjerë që jetojnë në Ballkan dhe në Evropë. Historia tregon se zakonisht popujt viktima mund të bëhen agresor në shajakmarrje. Po ne nuk kemi bën. Nuk është per se, nuk është nëse ke qenë viktim nuk do të bëhesh agresor. Bile është e kundërta. Ne nuk kemi bën. Ne nuk kemi bën agresor. Ne kemi kalu shumë faza. E kemi fazën e orisë të vitit 1954. Armët. E kemi burgoset. E kemi luftën, e kemi lirinë dhe e kemi pavarësinë, dhe ne kemi kalu në për të gjitha këto faza si populli më i vujtën që ka qenë në Republikat e Jugosllavisë. Dhe që sot e kem pavarësinë e që beso që nuk e dojmë të keqen as një populli tjetër dhe as popullit serb që jeton në Kosovë dhe që e nje Republikën e Kosovës dhe të atyre që se njojnë fora Republikën e Kosovës. Ne s'kemi asgjë me popullin serb. Dhe nuk ja mendojmë të keqen. Por, liderët serb të cilët e nxisin popullin e pavajshëm të tyre që jeton në Kosovë, ne me ata kemi të loshe dhe vetë populli serb ka të loshe me liderët serb që jetojnë në Serbi, sepse ata i nxitin serb të Kosovës që mos të njohin institucionet e Kosovës dhe të mendojnë gjithkohën keq për qytetarët tjerë shqiptarë në këtë rast për neve që jetojmë në Kosovë. Ne nuk jetojmë keq, ne nuk mendojmë keq për ata dhe nuk lutemi që ata të kenë një situatë qoftë keqe ekonomike, qoftë politike. E tha zoti Krstiç që urat janë për me bashku njerëz dhe me bashku popull.